Mirëmbrëma në këtë super të premte, ora 21 në ABC në gjenë në Bardhazi. Takimi ju një dytë, mbasi u takuam të premte në kaluar. Mbasi imi takuar një 19 herë në për vite? 19 vite, edicioni 19. Okej, fillojmë pak me atë rubrikën tonë interesante. E ke fjallën për thyërjen, për qekiqin që thyën arrat e mykura. Mentalitete, dhe thyën disa. Këtë ajo shpreja, vdeksha unë për ty, o zot. Po mirë, po pse të vdesësh unë për ty? Po pse të vdesësh për, po sikur të rrosh për mua, pse të vdesësh për mua, ç'është kjo shprehje, vdeksha unë për ty? Pse na ka ngelur kjo shprehje? Mund ta kishe ngelur shpreja rrofsha unë për ty, ose u shtofsha unë për ty, ose... U pasurofsha unë për ty, për shembull. Po, në përgjithësinë e themi budallëqe, dhe kur themi budallëqe, sa më shumë budallëqe thua, aq më shumë budallëqe të ndodhin. Se ndodh ndonjëherë që edhe ndodhin, e kupton? Ndodhin. Si thosh njëri, vdeksha unë për ty, vdes. Vdesej. Ose të vdek të nëna që të ka bërë. Se është një shprehje që thuhet. Lavdrim i madh. Lavdrim shumë i madh, do të vdek të nëna. Ose kur qeshim neve, vdiqja fare. Ose kur të vdesësh vërtet pa të qeshur atë, kupton? Kështu që nuk duhet ndjellur e keqja asnjëherë. Shumë e drejtë. Në gojën tonë duhet këtë fjalë që kanë kuptim. Rrofsha unë për ty. Si thoshte Agim Doçi, miku i kësaj studio, të vdek të fjala. Ish mallkim. Ish mallkim. Po pse kjo vdeksha unë për ty? Nuk është mallkim, mallkim është kjo. Po kokra mallkim. Pra, më mirë mos e mallko tjetrin me fjalën, të ndriçoftë fjala, është shumë fjalë e mirë, edhe për mendimin tim. Po nuk i shkullëm na koka, fjalët, ta pastrojmë fjalorin, ta kullojmë, ne do na ndodhin të këqija, e kupton? Se do ndillet ajo, vërca ndeja, vërc këteja, vërca ndeja, vërc kërteja. Mos thoni që s'ja u thamë, ne ja u thamë, ju bëni ç'të doni, tani unë prest na thot një gjë tjetër. Jeni të lirë, ta thoni si të doni, po kush do na e thot gjën tjetër? Do të na e thot Adela, gazetarja jonë fantastike, super spektakolare me lajmet e saj. Të vërteta, jo të vërteta, mirëmbrëma, mirë erdhe, sa bukur ato syze se ku i kam parë. Mirëmbrëma bardhazista, unë tentova që të vendosja këto syze të top për ta parë botën. Si ta intelektualët. Si që është shefja, po që ka... Si na shikon që. Po i heqë më mirë se këto syze nuk shenë për të tërë. Ja se kur e vë gishtin këtu, duke që je intelektual, e bën kështu, edhe... E vërtet ka ngel kjo për shqiptarët, edhe unë kur vendos këto, dukem si një bjonde e zjuar, jo se s'jam, po. Ky ishte lajmi i parë fake. Unë nuk kam nevojë për syze, syzet ju shkojnë vetëm atyre që ju shkojnë. Jeni gati për disa lajme? Si qema, Adel. Faleminderit shumë. Edhe ndërkohë që po ju dëgjoja ju në prapasken, po mendoja, kush do vdesi për mua, vdeksha unë për ty. Duhet dëgjuar më shpesh kjo të shprehje. Po pse s'e ka thënë të shprehje ti? Po kohët e fundit sikur s'e kam dëgjuar shumë. Tani të vërtetë. Ushuan burrat duket gash. Ushuan jo bocka më. Ushuan, por vetëm në rastin e Adelës lejohet. Në rast tjetër jo. Ato që nuk janë shuar janë lajme tona. Se të vërtetë tani kur kanë parë reklamën e Bardhazis me ato startin, nuk të thanë ndonjëri vdeksha unë për ty? Po tani unë jam pak modeste. Okej, kuptuam. Jam pak modeste. Mirë, kalojmë ke 3 lajmet. Rozë që ti je jo modeste. Po edhe unë do hidratohem me lajthizën si gjithmonë. Orinj fantastike, o zot sa të mira janë. Na ka freskuar gjithë verën Lejthiza, sa mirë ka bërë. Po, Lejthiza të freskon dhe ndimër, jo vetëm verë. A ishi kishte nevojë për pak freski, në fakt ishte dhe shoferi urbanit. Që gjeti moja ma? Po kishte nevojë të pinte një kafe, kështu që zyrtarisht le të nisim me lajmin e parë. Në Tiranë, një shofer autobusi ka ndaluar urbanin në mes të rrugës, sepse donte të pinte kafe. Pasagjerët e pritën brenda derisa mbaroi. Autobusin. Të fusë burg me gjithë autobus. Me gjithë autobus, me gjithë shofer, por... Ka thënë burg për autobusin, si s'ka? Po qa thua? Mendoni që mund të ketë ndodhur kjo? Kjo do të çdo 10 sekonda. Nuk ma habit kjo gjë, se kam aty ke dhoma tregtis, më kalon çdo ka autobusi. Urbani. Urbane, fix. Jo vetëm për kafe, po t'i fusin dhe i byrek, edhe në i dhall, edhe në i lërë, se e din ata. Po më mirë t'jetin... Teke raki këshu, se shkoni e qike, s'ka probleme se jenë timoni, teket vogël. Më mirë t'jenë të ngopur, t'jenë të ngopur të lumtur, se sa të tekdisin pasagjerët në njëse. Po parë të qanë ngopër. Unë jam dakord që a i të dnaloj të pi kafe të qetësohet, se po u shqetësua, kështë t'i shbën. Që ti si e shkel gazi, si puna ime, e kupton? Tani do shkojmë në Itali, te lajmi 2 te plumbat. Ke kafazin mëll. Si ke kafazin, apo po mëll? Unë s'baj plumba fare njerë. Ku që duhet plumbat këtu? Tu mbaj ca rosa. Po hap dera kafazit, e keni parasysh vet ju, e kupton? E kemi dhe shpreje, po mos ndoshta e kemi marrë nga këta italianët. Tani, në disa qytetet Italis, ka nisur gjobat për njerëzit që ushqejnë pëllumbat me misër, agrura. Ne e bëjmë gjithmonë të.
Po pse vjerra i me burg? Po pse qa ndodh për ushqeve? Dhe goxha gjob. Po pse qa ndodh për ushqeve? Po si duke shëndoshen edhe uem nga obeziteti dhe plumbat. Edhe ky lajm është, ë? Ky lajm është, po a do jeti Se vërtet mos apo jo? lëshojnë kështu mesazhe nga lart. Pullumbat. Mesazhet do jenë Kur han shumë, po sikur të jetë edhe po, ke drejt, po e kuptova. Mesazhet do jenë më të plot, kështu që Po edhe unë e besoj këtë? E beson këtë? ja. Okej, vazhdojmë me lajmin e tretë. Shkojmë tek demat spanjoll. Prit tjera, apo qik? Apo Po, se shenja e demit, shenja e demit. Demi këtu, jeti Na kokra falni dashit shenja- ti, po normal. Dash me brira. Vëmendja vetëm për shenjën e demit. Po edhe gaforret se. Po. Shkojmë. Po, sidomos të pjekura. Të Ja, pjekura. meri erës tjetër këtu në Bardhazi. Sidomos të pjekur. Në Spanjë, një festival është anuluar sepse fshati nuk ishte mjaftueshëm dema për garën tradicionale. E besoj, 100%, se demi ka Kemi në karakter. dema blota, të të kishim marrë këtu ca dema në këta Për ta. dem rase, fiks. Po, demizelos, se që Po ne s'kemi shpreje. as burra as dema, ky thotë kishim marrë dema. Ata s'kan as burra, thua? Gjigjo, Jo, ne, sondazh ne, shumë ne. interesant këtu, duhet ta bëja BC-ja. Po? Për burrat. Shumë interesant ky sondazhi del. Biles po ta bësh ti del në kryet listës. Tani, pa më votoni pak lajmin që mendoni që është i vërtet, ti për demat. Unë jam me demat. Unë jam për atë shoferin. Shoferi është... Kër kemi qenë të vegjël, ne thoshim Është shoferi ynë ban personazh kampion. shoferi. Se që ka qenë një vjersh. Ka qenë një vjersh që e thoshim kështu, shoferi ynë ban kampion, se që ishte një. Le, mos vazhdo. Mos vazhdo më s'është me mirë. pull të kuqe. Jo, lajmi vërtet është i plumbave që kanë fluturuar me gjithë kafaz. thua? Po, dhe është interesante që gjoba shkon deri në 500 euro. Kështu që kujdes, kur shkon herës tjetër në Itali, kujdes Mos u se në sheh disa plumbat, zona, jo, në Venecia dhe në disa pjesë të Milanos është totalisht jo e ndaluar, por nëse ta Do përballon me thënë xhepi ka vajtur ligji dera aty, sa mbron Pa plumat. demat e shkret, sa gjunat që m'vjen për demat, e kupton? Vjen shumë Ne keq po na për shtypin demat. ato të buz. Po. Këto ishin lajmet fake dhe jo fake për këtë javë. Deri javën tjetër do kemi të tjera lajme interesante. Qa duhet të bëjmë? Mos besoni çdo gjë që lexoni. Po. Kjo është këshilla ime si Për gjithmonë. mua, bani syze se shikoni më mirë. Mendimi im. Falenderojmë shumë Adelën, me një duar trokitjes edhe publiku po duar troket nga shtëpia. Faleminderit shumë. Mirë, do të shkojmë në Vënçe, ku aty na presin të ftuarit tan, bardhazistat tan.